Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek përmbledhja e librit të Ibn Tejmjes rreth parimeve të fikut apo dispozitave të fikut. Në dersin e kaluar kemi folur për kaptinën e namazit xhumos dhe të bajramit. Sonte do të flasim për kaptinën e xhenazës. Pikat në të cilën janë cekur si pikë e parë e kaptinës së xhenazës. Fjala e Ibn Tejmjes apo përmbledhja e Ibn Tejmjes thot vizita e të sëmurit në një, thënja yerhamukallah, njeriu që të shtitet edhe dhënja e selamit janë fars kifaje. Më thonë janë fars, nuk janë fars individual, mirë po janë fars shoqëror. Nëse e bën dikush, bie përgjegjësia tek të tjerët. Pikë tjetër, paraqitja e feve të ndryshme te njeriu i cili është në agoni të vdekjes nuk është çështje e përgjithshme se ndodhet te çdo njeri, por gjithashtu kjo nuk do të thotë se nuk mund të ndodhë njeriu. Çfarë po thotë Sheikhul Islam Ibn Tejmije? Po do të thonë Sheikhul Islam Ibn Tejmije që ka raste të caktuara ku shejtani mundet me ardhë robit Allahut subhanahu wa taala pak para se me vdek, në agoninë e vdekjes, edhe me josh me një fe tjetër, Allahu na ruajt. Nuk është kusht, nuk ka transmetime. Bile Sheikh Albani thotë kushdo që mendon kështu që është një shejtan i posaçëm që vjen thotë është bidat, nuk lejohet me menu. Por se shejtani edhe në periudhën e fundit vdekjes tonë mundohet me të futë në kufër apo në shirk. Edhe me të josh për shembull me një fe të caktuar apo me bë kufër Allahun subhanahu wa taala, siç transmetohet në disa fjalë të disa ulemave që ka pas njerëz, ka pas thirrsa që u kanë mësuar Kur'anin të tjerëve dhe në fund subhanallah para se me vdek ka thonë a peshin e këto Kur'anin, thotë unë këtij nuk i besoj. Ka vdek me një fjalë të kufrit të fundit. Për atë arsye Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë që kushdo që fjala e tij e fundit është fjala la ilaha illa Allah, dakhala al-janna, ka me hin xhennet, thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë që ashtu qysh jetoni, ashtu edhe keni me vdek. Nëse jetojmë duke vepru sipas Kur'anit dhe Sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, Allahu subhanahu wa taala ta mundson edhe në agoninë e vdekjes apo në frymën e fundit me shpreh shahadetin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Është detyrim që gjatë fatkeqësive të bëhet durim. Dërsa të kënaqurit me fatkeqësinë është vetëm e pëlqyer. Këto e cekë dhe Sheikh Uthejmini rahimahullahu taala. Nëse të vjen një fatkeqësi vëllaja, duhet me bë durim. Dhe e ki obligim me bë durim. Mirë po thot, mu kënaq me fatkeqësinë, që kjo nuk është obligim, sa është e vështirë, po vjen një bela, të ka vdek fëmia, apo ku e di unë një problem, për shembull, një problem shumë një bela e madhe të ka ndodhur, edhe mi çut durti edhe me thonë, ja Rab, falënderimi të takon ty që ma ki sjell këtë sprov. Kjo është e pëlqyeshme, nuk është obligative. Çu thotë edhe Sheikh Uthejmini. Mirë po çfarë është obligim? Obligim çka obligim është me duru. Jo, e pëlqyeshme është me i thonë Allahut, ja Rab, faleminderit që ma çove këtë sprov. Mirë po, jo, nëse nuk mundesh atëherë thjesht duhet të bësh durim nga kjo fatkeqësi. Të ankuarit nga fatkeqësit nuk është kundërshtim me durimin, ndërsa durimi i bukur vjen kundërshtim nëse njeriu i ankohet krijesave e jo krijuesit. Madje të ankuarit e krijuesi është e kërkuar me pajtimin e gjithë muslimanëve. Do thonë ju anku Allahu subhanahu wa taala. Do thonë ja Rab, më jep durim, më jep sabër ja Rab në këtë fatkeqësi. Ma kompenzo me një çështje të hajrit apo me një gjë të hajrit që ti ma ke sjell këtë bela. Mirë po jo njerëzve. Më thonë njerëzve, jo njerëzit mi lodh subhanallah, në çdo aspekt, sepse njeriu është i dopt, njeriu lodhet. Përderisa njeriu lodhet, atëherë më mirë është mi mbështet Allahut subhanahu wa taala. Friga dhe shpresa duhet të jenë të barabarta te robi i Allahut. Veç më shelni mikrofonat vllazni. Dhe më thonë, friga edhe shpresa duhet jenë të barabarta te robi i Allahut. Më thonë, edhe friga, edhe shpresa duhet më konë tek robi i Allahut subhanahu wa taala. Apo si një zok për shembull që i ka dy krih. Me një anë e ka frigën, një krah të djathtë, apo shpresën, dhe në anën tjetër e ka frigën. Dhe normalisht nuk mund të fluturoj ky përveç se nëpërmjet dy krahve.
Me një anë e ka frikën, me një anë shpresën. Dhe kokën e ka Islamin. As duhet mi dhonë shumë zor tek frika, po as duhet mi dhonë shumë zor tek shpresa. Në vizitën e të sëmurit, bidati dhe thirrës në fe duhet shikuar dobia e përgjithshme. Domethënë, nëse ka dobi që me shku të një person i cili është thirrës në bidat, apo ka mundësi për shembull që mi këshillu njerëzit aty, atëherë e sheh hoxha, e sheh thirrsi, e sheh dietari se kur lejo dhe kur nuk lejo, sepse kjo domethënë tek babi apo tek kapitulli i disiplinës, tek kapitulli i bojkotit, kur ka dobi dhe kur nuk ka dobi. Ka raste të caktuara, për shembull, që ti mund të ndikosh pastaj te xhamati që me i tregu devijimet apo ku e diona, atë nuk ka problem. Ose për shembull e ki të afërmin e shtëpisë, edhe e ki babën ta zon. Mirë, po është thirrës në bidat. Çka kemi bëu tash ti? Ti kemi shku te baba në varrim. Nuk mirën bukfalisht se ne bojkotet ndaj muslimanëve apo ndaj pasuesve të bidatit. Me shiku kështu, mi marr në mënyrë të përgjithshme çysh kanë qenë bojkoti i selefëve ndaj bidatxhinëve, Sheh Albani rahimullahu taala thotë sot duhet me rënu maleve. Duhet me rënu, domethënë sikur në mal, mu bojkotu, domethënë mu leqit pe krejtve, se shumica bën bidate. Mirë po, duhet me mas do të thotë çdo gjë duhet me mas. Nuk dëshmohet për asnjë se është në xhennet, përveç njeriu për të cilën ka dëshmuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, apo janë pajtimit gjithë ummeti mbi lavdrimin e tij. Bile vllazni, bile. Edhe nëse shihni në luftë, duke luftu fi sabilillah, që pamjen e jashtme shihet si fi sabilillah. Prap nuk themi filon e shehit. Por se themi, insha Allah, nëse donë Allah subhanahu wa taala, nuk e dim o vëlla, ku e dim na? Bova ki është të luftu për ku e dione për një pozitë shtetërore nesër kur të ndryshon apo kur të fiton për shembull pas luftës. Ndoshta është të luftu për pasuni. Ma thon, ndoshta është të luftu për mi thon trim, ti nuk e din zemrën. Pra të ashtu e themi, insha Allah, sikur ai personi cili luftonte, dhe pejgamberi sa ka thënë, hu e finnar, ky është në zjarr, thot. Ky është në zjarr. Edhe sahabët çuditën, edhe shkon Muhamedi alayhis salatu wassalam, kur çfarë bën? Sahabët e shikojnë deri në fund, edhe kur në fund plagosët e merr shpatën dhe e godet vetveten e mbyt veten. Subhanallah, fjala e Rasulit alayhis salatu wassalam. Kushdo që e mbyt vetveten, normalisht që do të shkojë në xhenem dhe çdo herë do të ringjallet duke e mbytur veten. Pastaj thot ëndrat e para të mira nga të tjerët për një njeri janë si dëshmit e njerëzve për një njeri. Domethënë nëse ti e sheh një ëndër, sepse Allah subhanahu wa taala vllazni i çon disa ëndra, disa sihariqe, si mesazh i çon çik këtë dynjë besimtarëve, evlijave të Allahut subhanahu wa taala, qoftë nëpërmjet vet personi e sheh ëndër apo qoftë dikush të sheh ty në ëndër, që ket një lloj sihariqe që je njeri mirë, që je në rrugë drejt, ose nëse ke bë mëkat, çon një lloj paralajmërimi, ktheu tek Allah subhanahu wa taala. Mos u largo nga feja Allahut subhanahu wa taala. Forcojë ndinin Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është mirë për të mirën e robit të vet. Nëse njeriu t'ia merr mendja se të tjerët nuk ja përgatisin kufomën të vdekurit, atij bëhet farz ain përgatitja e kufomës. Domethënë duhet me përgatit, nëse nuk e përgatit askush. Leximi surës Fatiha në namaz xhenazës është e pëlqyer dhe jo farz. Më thonë, nuk është farz sipas Sheikhul Islam Ibn Taymijes leximi i suratul Fatiha në namazin e xhenazës. Vllazni, këto janë mendimet të Sheikhul Islam Ibn Taymijes. Këto janë ijtihadate të Sheikhul Islam Ibn Taymijes, që ka mundësi me gabu. Apo ka mundësi me gabu. Lejohet falja namazit xhenazës te varrezat nëse është varrosur në më pak se 1 muaj. Më thonë, është varros, dhe kemi dëgju që filanit nuk i është fal namazi xhenazës. Lejohet me shku tek varrezat dhe mja fal xhenazën, nëse nuk është më shumë se 1 muaj. Namazi xhenazës falet për njeriu të cilit nuk ka kush ja fal xhenazën vendin e tij, edhe pse kufoma nuk është e pranishme.
Nëse nuk është falur, atë lejohet me fal. Mirë, po ka dhe disa fetava për shembull që thonë lejohet nëse ka qenë njëri mirë, njëri mbret i mirë, dietar, ku e diun ai, ama fetvaja më e saktë apo më afër të vërtetës është që nëse një herë i është falur, nuk ka nevojë edhe një herë me ju fal. Sahabëve nuk është fal vllazni. Sahabët kanë qenë njerëzit më të mirë pas pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Edhe nuk është fal ka 2-3 herë. Sikur të ne që shfalin, për shembull, ka vdek një dietar në Egjipt, ka vdek një dietar në Saudi, në Yemen, ku e diun, domethënë dietar i madh, mbret i madh, udhëheci i madh, ka animu muslimanëve, hajde të çomi tash ta bëjmë edhe në një xhamat ta falim. E kuptoj, Sheikh Ibn Bazi e lejon për shembull. Me ijtihadin e tij, por sa argument nuk kemi. Argumenti është më i fuqishëm që një herë nëse i falet nuk ka nevojë prap me ju fal. Mos falja namazit të gjenazës nga ana personave të mirë, fetar, kryetarëve të muslimanëve, ndaj njerëzve të cilët kanë vdekur duke bërë mëkate të mëdha, është mirë dhe sunet. Siç është mos falja namazit të gjenazës vjedhësit, plaçkitësit, luftës, bytësit vetvetes, borxhliut, i cili nuk falet përveç në Ramazan, nuk e jep zakatin. Domethënë një aspekt vllazni bën mëkate. Atëherë, si lloj edukate dhe dënim ndaj tij, apo si lloj shembulli për të tjerët, për të gjallët, është mirë imami apo hoxha apo dietari mos m'ia fal namazin. Shkaku që më thon njerëzit subhanallahu, nuk ja fali filan imami gjenazën. Ka bënë ai vepër të madhe të keqe. Po shkon ai xhamatlik kështu, veç m'ia fal. Domethënë thjesht sepse në esencë lejohet mi fal gjenazën, apo? Fatkeqësia më e madhe është kur i shet, subhanallah, lypin m'ia fal gjenazën njerëzve që janë murteda, tamam që kanë dalë dinit të Allahut azza wa jall, që e shon xhamin natë ditë, që i shon besimtarët, që e lufton Islamin dhe në fund çka fëmia vet shkon në bashkinë islame dhe thot hajde me fal namazin, ha? Çfarë namazi do me të fal ti? Tu s'lejohet as me të fal namaz gjenazës, pas lejohet në varrezat e muslimanëve. Ti je David vetiu je dal nga kopia. Çet kom fajune. Ku është ajo përçarja na që bëjmë? Ti vetë jetu e bë përçarjen. Sepse ti vetë po del nga kopia jon. Vetë po del nga komuniteti. Ku është problemi me të thonë që na jemi përçarësit? Jo, ti jetu dal. Jetu dal vetë. Për atë arsye, institucioni, Bashkia Islame, imamët, hoxhallarët duhet me shiku këtë çështje në detaje. Nëse e sheh, ka bërë ridde dhe ka dalë prej fesë Allahut azza wa jall, haram e ki me ja fal gjenazën. Haram e ki vllaja. E as në vendet e muslimanëve, mos në ato varrezat e muslimanëve. Ku do le të gjen një vend tjetër, qoftë le të shkon te krishterët, qoftë le të shkon mirë po te krishterët, kisha asdo me nibile. Nuk ja u bën ceremoninë sikur na çush ja u bëjmë ceremoninë muslimanëve. S'do me një ata. E jo vallai tani jetën ti shajfin, e në fund unë me ta fal gjenazën? Jo, ka dal se nuk është çështot. Ndaj duhet më vedisu në këtë çështje, edhe duhet bile ka pas raste disa prej xhamatlive kur ka dash një hoxhi caktuar m'ia fal gjenazën, u që se ka njoft, se ka qenë jashtë ai, apo edhe ka vdik këtu. Edhe kur u çuni xhamatli, po i thonë hoxh, a e din ky që e ka luftu fen? Thotë jo, nuk e di. Më thonë më çu dhe xhamati me i tregu hoxhës. Tregu që fetarisht nuk lejohet m'ia fal gjenazën një kafirit, një murtedit. Edhe kjo është pikë e madhe e shtypit. Nëse dikush njeh ndonjërin me argument se është munafik, nuk ja fal gjenazën, sepse munafikat është problem i kuptu. Pse është problem i kuptu? Se më shifën kafirin si kafir direkt kur ta sheh me kufër të hapur, me shirk të hapur, normalisht gjykon dhe nuk ja fal gjenazën. Por se çka me bë me munafikun? Por se Allah subhanahu wa taala ja mundson që disa njerëz me ja kuptu një fakun e tij. Ja qet në shesh një fakun e tij. Kufrin e zemrës ja qet për jashtë që e ka. Dhe për atë arsye, momenti kur ti e sheh që personi është munafik, mos ja fal gjenazën, sepse ki përgjegjësi tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk lejohet të kërkohet mëshirë nga Allahu për njeriu i cili vdes si kafir, apo shpreh qartë fiskun mëkatet e mëdha. Siç janë vepruesit e mëkateve të mëdha, siç tham, tash po themi kafirit nuk lejohet hiç. Ktu po thot nuk lejohet as mëkatarit të madh, por se tek lejesa dhe mos lejesa e muslimanit me mëkate të mëdha, këtu hyn tek kapitulli i çkajt i edukimit, i disiplinimit të këtyre
muslimanëve të cilët janë gjallë që mos ta bëjnë një vepër të tillë. Mos ta bëjnë një vepër të tillë. Para mendo subhanallah, një kriminal. Musliman është kriminal. Se krimi nuk e nxjerr nga feja, po flasim krimet mëkate që ka vrar, ka bë, ku e diun në prostitucion, ka shit femra, është marrë me drogë, gjitha mëkatet e mundshme ka vrar njerëz. Dhe në fund me shku para me në, subhanallah, me shku hoxha mja fal gjenazën, edhe me fol fjalë të mdhaja për ta, me livdu. Subhanallah, subhanallah, vallaj po i bëjnë këto sene. Po i bëjnë këto sene, pse është i famshëm për shembull, është një politikan i caktuar, apo ka udhëheq një dikaster të madh shtetëror, apo në përgjithësi, edhe qohet hoxha, s'paku mos e livdo vlla. Mirë, hajde, je pjesë në institucioni, nuk ki mundësi më hik, po mos e livdo s'paku. Fala gjenazën dhe kry puna. S'ke nevojë ti më dhon shembuj njerëzve për një njeri kriminal i cili ka bë krime, ka vrar, ka vjedh, ka prej, ka ku e diun. Pastaj thot, moslarja dëshmurit dhe mos falja gjenazës së tij do të thotë se këta nuk janë të detyruar përkatësisht me të. Mirë po, edhe nuk do të thotë se nuk lejohet larja dhe falja gjenazës. Në esencë është mirë mos mi la, apo sidomos për shembull shahidat. Lejohet përcjellja e gjenazës edhe nëse ka në të ndonjë çështje të keqe me shariat, duke tërhequr vërejtje sipas mundësisë nga ajo e keqe. Për shembull, lejohet me shku me varros një person, edhe nëse bën gjatë udhëtimit apo gjatë procesit të varrimit ndonjë bidat. E rëndësishme është ti të shkosh, sepse ka hadithe të pejgamberit alayhis salam që kish probleme të mëdha, apo si një kodër. Është e ndaluar, thot, ngritja e zërit në xhenaze, qoftë edhe me lexim të Kur'anit. Gjithashtu përdorimi i defit nga ana e grave. Nuk lejohet Kur'ani me lexu kur ti e çon një person me varros. Subhanallah, para disa vjetëve po e shoh disa shqiptar kalon emanet e kalon tipi, kalon emanet që mos me varros me hoxhë, po me varros me dervishaqën. Me një lloj konge. Edhe e kanë qua aty kastofonin edhe me kong pe varrosin. Zoti i madh. Subhanallah, subhanallah. Pastaj thot, është e ndaluar ndezja qirinjeve apo ndritja e varrezave. Nuk lejohet, ka në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Këto e bëjnë kush? E bëjnë dervishët, e bëjnë ata që miren me teqe dhe me tyrbe. Po ashtu marrja varrezave për faltore. Nuk lejohet me thonë që në filon venin janë vendet bekume, janë vendet mira dhe është mirë mu fal aty. Sepse më pranohet mu duaja. Subhanallah. Kjo është haram, e ndaluar. Është detyrim largimi i varrezave nga faltoret. Nëse Sheh Udhaimini e potencon këta, nëse ka ekzistuar varri përpara dhe mësnej, është bë xhamia, duhet renohet xhamia. Nëse është xhamia, pastaj kanë ardhur varrezat, duhet hiqen varrezat. Varrezat dhe xhamiat nuk bëjnë bashk, nuk bëjnë bashk. Nuk bëjnë bashkë sepse adhurohet diko tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala aty. Ti drejtohesh varrit aty. Andaj, këto gjëra duhet mi bo institucionet në këtë rast biku apo, alhamdulillah, në prezent gradualisht janë tu ek, përveç 2-3 xhamiave që kanë mbet, mirë po në përgjithësi kanë filluar mu vedisu mileti. Pse? Shkaku që kanë folë xhallart, shkaku që po flisni edhe ju, shkaku që po përhapet dia. Ajo dije që ka qenë, apo ajo përhapje që ka qenë, ai gjehli që ka qenë para 20 vjetë, 30 vjetë, nuk është sot. Alhamdulillah, kjo është mirësi për shkak të derseve, për shkak të këtyre takimeve vllazni. Sepse ka bereqet, Allah subhanahu wa taala e çon bereqetin. Nëse ti sot e merr farën e vendos, herë do kur frutet kimi ja gjet, herë do kur. Subhanallah, po tregon një sheh, nuk po më kujtohet emri. Po thot ka deviju një person i cili ishte nga Saudia, shkoj në Evropë dhe devijoj. Shkoj në Evropë dhe devijoj. Sa që u bë krishter me kryq. Dhe për një moment, subhanallah, e niti ezanin dhe ju rikthye ajo çka kishte mësuar tauhidin, subhanallah. Dhe e pranoi islamin prap. E pranoi prap islamin. Andaj, edukoje fëmin tënd në tauhid. Mëkati herë do kur do ai pendohet tek Allah subhanahu wa taala nga mëkati. Futja në zemrën e fëmisë tonë tauhidin dhe shirkun me e largu nga zemra ati, herë do kur me lenë Allah subhanahu wa taala ai do të jetë i shpëtuar inshallah.
është e pëlqyer, thot, bërja lutje për të vdekurin pas varrosjes në këmbë. Këtë ka vepruar Aliu, transmeton Sejdi ibn Mansuri nga Ibn Mesudi se pejgamberi sa qëndronte në këmbë dhe bënte lutje. Argumenti është edhe fjala e Allahut për munafikët, mos qëndron në varrin e tij. Pra ky është qëllimi nga ky ajet sipas komentuesve të Kuranit dhe ulemat Sheikh bin Baz dhe Sheikh Raji kur e sqarojnë këtë meselë thënë nuk e di tash Sheikh bin Baz apo Sheikh Raji thotë që kur të bëni dua mos u drejtoni në drejtim të varrit, kur të ngritni durt për mëshirë, për falje nga Allahu subhanahu wa taala, të kërkoni tek Allahu azza xhel për atë person i cili ka vdek, për të vdekurin, ndërsa tjetri thotë që lejohet në drejtim të varrit, do thotë të bësh dua sepse gjithë anët janë të Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk është e shtrënguar kjo çështje. Tallkini është mi thon la ilaha illallah, thuaj la ilaha illallah. Tallkini i të vdekurit apo me përkujtu do thotë la ilaha illallah. Përkujtimi vllazni është para vdekjes. Ti mi thonë la ilaha illallah, apo që shkanë thonë ulemaja, kur e shet që është në agoninë e vdekjes një musliman, afrohesh edhe thu me zonë la ilaha illallah. Mos i thuj la ilaha illallah, sa ai është musliman. E rëndësishme është mja përkujtu. Kur ti për shembull han buk, don me hongër buk, e thu pak me zonë, ninë edhe të tjerët, dhe shkaku që ninë të tjerët edhe ata, ishtin me thonë bismillah, apo? E njëjta gjë është edhe me tallkinin. Tallkini thotë i të vdekurit nuk është detyrim. Ka prej imamëve që kanë lejuar, siç është Imam Ahmedi, disa pasues të Ahmedit, Shafiut mendojnë se është e pëlqyer. Ka prej dietarëve që thonë se është bidat, siç janë pasuesit e Malikut. Po flasim për tallkinin para do të thotë lejohet dhe është sunet. Ndërsa pas, sipas mendimit më të saktë, edhe nëse e kanë lejuar disa prej ulemave, nuk kanë argument sepse keni pas për shembull vjen hoxha e varros të vdekurin, edhe pas varrosjes të vdekurit, xhamati shkon, ai nalet aty dhe thotë kul la ilaha illallah. Thuaj la ilaha illallah, ku po të nin më, s'ka më kry puna. Duhet mi thonë thuaj la ilaha illallah para se me vdek. E jo kur të vdes më. Ibn Taymija mendon se lejohet, thot, apo njeriu i pangarkuar nga Allahu me detyrime, nga që s'ka detyrime, do të pyetet dhe sprovohet në varr. Është e urryer, thot, të varrosen 2 apo më tepër njerëz në një varr pa nevojë. Nëse ka vende për mu varros, nuk bën njëmi qit. Më thon nuk bën, më thon me i qit njëmi përpos shumë vjetëve, dhe më thonë nëse nuk ka vend. Nuk është e pëlqyer që njeriu me hap varrin e tij para se me vdik. Te na është e përhapur kjo. Pezo vendin. S'kemi vend në këtu tash në Prizren, edhe po dojnë me buani ka autostrada, është një vend që e kanë marrë, edhe tash çka me bo, hajde këtu ta gjojmë një vend këtu edhe ta presim para se me vdek, do thotë unë ta kam një vend. Nuk ka nevojë, Allah, nuk ka nevojë. Pastaj thot, është e pëlqyer thot që të qash për të vdekurin nga mëshira. Kjo është më mirë se të gëzohesh për të. I vdekurit dënohet me vajtimin e familjes së tij. Dënohet në kontekstin vllazni i bjen si mërzim në një aspekt. Jo që dënohet për Allahu subhanahu wa taala nëse nuk e kalon. Nëse nuk e kalon emanet dikush, do thotë prindi nuk e kalon emanet tek fëmia, atë nuk ka çka mu dënu. Se ju ka thonë përkundrazi, ju ka thonë mos çani, apo mos bëni veprimeve që bien ndesh me fen e Allahut subhanahu wa taala. Çdo poezi thot që thurret apo fjalë të tjera që thuhen për të vdekurin janë prej vajtimit. Më thonë janë prej vajtimit, po thot, shiko. Nëse qosh edhe janë gjinë, për shembull kemi te na Gjakovar që ju je pare, veç e qet dorën tek fytyra, as një pikë lot nuk e qet, krejt i shtin me çajt, ndërsa ajo vet nuk çan. Paguhen këto, paguhen. Kjo nuk lejohet. Janë gjinë, o ti kështu ke qenë, o ti kështu, nuk lejohet, apo dhe në formë të poezisë. Është haram prerja kurbanit në varreza. Nxjerrja sadakos së bashku me gjenazën është bidat, sepse rregulla thot, nuk lejohet as një adhurim varreza, as sadakaja, as diçka tjetër. Lejohet vizita varrit të kjafirit për të marrë mësim. Lejohet. Thot, është haram për gratë pasimi i gjenazës, që fatkeqësisht
kohëve të fundit, po shohim në mesin ton, në mesin e muslimanëve, po vijnë edhe gratë zbashku me burrat. Kjo nuk është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sunet i ummeteve të kaluara. Të krishterët çdo gjë që po bëjnë ata dhe na po i marrim. Jo vëlla, na kemi fen ton. Na kemi fen ton. Ata kanë fen, lakum dinukum waliya din. Thot, marrja Kur'anit në varreza është bidat, leximi i Kur'anit për të vdekurën është bidat, veç ai i cili e pret vdekjen për të është e pëlqyer të lexohet surja Yasin. Pse kjo? Për shkak të disa haditheve që Sheikh Albani thotë janë dopta. Gjithë hadithet që kanë ardhur për vlerën e surës Yasin janë të dopta. Edhe Sheikh Islam ibn Taymija është bazuar në një hadith që ka menduar se është i saktë dhe ka thonë që lejohet mi u lecu, domethënë të vdekurit, me lexu surën Yasin para agonisë së vdekjes. I vdekuri ka dobi nga veprat që i gjalli ja adhuron prej fjalëve, veprave apo pasurisë që e jep sadaka. Normal, na e dim se ka hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me këtë dynjë i prishin, i ndalen gjitha veprat për post 3 gjërave. Dhe njëra prej tyre është edhe fëmia i hajrit që bën dua për prindin e vet. Shkon e kryen haxhin, jep sadaka, bën dua për prindërit. Rabbena kfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bën dua gjatë namazit. Gjitha këto gjëra i shkojnë sevap prindit. Dhe kjo lejohet. Nuk është e pëlqyer thotë dhënia dhurate veprave të mira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është bidat. Të mbuluarit e varrezave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzve të mirë me rroba nuk është e lidhshme në fe. Mi zbukuru shkurt e qartë, sepse natyra e njeriut është që kur ta shen një varr të zbukuruar e tërheq, e afron shejtani ka adhurimi. Dhe fitnja e parë e shirkut është pikërisht varri, subhanallah, pikërisht to idhuj që bëhen në emër të adhurimit. Sipas Ibn Taymiyes, Hidri alayhis salam është i vdekur dhe nuk e ka arritur kohën e Islamit, ndërsa Isa alayhis salam nuk ka vdekur, pra nuk i është marrë krejtësi shpirti nga trupi. Është haram vizita e varrezave për gratë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar vizitueset e varrezave. Tek Sheikh Islam ibn Taymija nuk është derruguar kjo dispozit, sepse nuk ka argumente të vërteta, përveç nëse kalon rastësisht rreth varreve dhe jep selam, kjo vepër është e mirë. Tek Sheikh Islam ibn Taymija edhe tek Hanbelit e kanë mendimit që në asnjë mënyrë nuk lejohet me i vizitu varrezat, për shkak të hadithit që ka ardhur mallkimi për vizitueset, për femnat është për qëllim, për vizitueset e varrezave, e varreve. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala thot, po, kjo ka qenë në fillet e para, qysh ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, ju kam ndaluar, por tani po ua lejoj sepse çfarë? Ua përkujtojnë vdekjen, vllaja. Ua përkujtojnë vdekjen. Dhe që kjo dispozit, thot Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, i përfshin edhe meshkujt, edhe femnat. Ma thonë, si fillim e ka ndalu për burra dhe gra, për gra halama është për ka qenë, mallkimi, ndërsa si dispozit tjetër pastaj ka ardhur që e ka abrogu apo e ka anulu, do thot dispozitën e hershme, andaj lejohet edhe gratë, po jo me shpeshtu. Pastaj thot, nuk i lejohet femrës të mbajë zi më shumë se 3 ditë përveç se për burrin e saj. Për këtë janë të pajtimit gjithë muslimanet, e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është mirë thot që familjes së të vdekurit ti dërgohet ushqim për suneteve që alhamdulillah te ne kjo është e përhapur, kur vdes dikush, domethënë ata të afërmit i japin ushqim, i çojnë ushqim të familjes së të vdekurit, sepse e kanë mërzinë që kanë rast të vdekjes. Pastaj thot, ndërsa ata nuk duhet të përgatisin ushqim të tjerëve, së një lloj vajtimi apo që nuk e ka lejuar feja. Varrezat e muslimanëve duhet të largohen sa më larg varrezave të kafirave. Sa më larg. Dënimi në varr e godet trupin edhe shpirtin, siç thot selefi. Shpirti i birit Ademit është i krijuar, për këtë ka ixhma, siç thot Muhammed ibn Nasir al-Marwazi. Do thot, dënimi në varr është edhe për shpirtin edhe për trupin. Nuk ka vetëm për shpirtin, po për të dyjat.
ngushtohet, a ka në hadith pejgamberit alayhis salam që varri ngushtohet për xhehenemlit. Nuk lejohet të preket për bereqet varri pejgamberit alayhis salam e as varrezat e tjera. Dhe për fund e kemi nuk lejohet të puthet as një send përveç Haxherul Aswadit, gurit të zi, ndërsa Ruknul Yemeni, ata të cilët kanë shku në umre, në Qabe e din, dhe më thonë Qabja që është një kënd është guri i zi, një kënd tjetër është Ruknul Yemen. Guri i zi lejohet me e puth, ndërsa Ruknul Yemeni preket vetëm me dorë dhe nuk puthet. Nuk puthet. Mirë po nëse nuk mundesh me puth gurin e zi, lejohet nga larg duke e bërë tavafin me ngrit dorën, po jo me ngrit dorën dhe me puth dorën. Jo, si që shojmë disa. Dhe për fund, varet e grave të pejgamberit s.a.s. Umi Habibes, Umi Selemes, janë të rrejshme ku thuhet se i kanë varet në Damask. Jenë përhapur, histori të rrejshme. Vari Bilalit është në Babu Sagir në Damask, dihet se ai ishte varrosur atje. Mirë po, nuk dihet se cili është vari i tij. Gjithashtu është gënjeshtër, është rren, se vari i Uwais al-Qarnit është në perëndim Damaskut, është gënjeshtër për varin e Hudit a.s. se ndodh në xhamin e Damaskut. Më kanë treguar njerëz të besueshëm nga Ibn Daqiq al-Eidi se ka thënë është gënjeshtër se koka e Husejnit gjendet në xhamin Husein. Ata që më treguan thot nga Ibn Qastalami kanë përmendur se aty është varrosur një i krishter. Prej varëve të rrejshme është edhe vari i Aliut radhiyallahu anhu. Pse vllazni i kanë dhënë shumë rëndësi varëve? Po shirku vëlla, shirku. Filan sahabia ka vdekur këtu, atë shejtani i fut në shirk. Është e njohur se Aliu radhiyallahu anhu është varrosur në pallatin e kryesisë në Kufe nga frika që xhawarixhet mos ta hapin varrin e ta vjedhin trupin deri në takimin e radhës me kapitullin e zekatit, pastaj kemi kaptinën e itikafit, pastaj kemi kaptinën e haxhit, kurbanit, shitblerjes, e kështu me radhë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.